Osmani takohet me Trumpin, aleanca me Shtetet e Bashkuara një boshtë i pathyeshëm. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, është takuar me presidentin amerikan Donald Trump, me cilin tha se zhvilloi një bisedë të gjatë dhe shumë përmbajtësore. Miqësia dhe aleancat me Shtetet e Bashkuara mbetet boshtë i pathyeshëm. Kosova do të jetë gjithmonë në anën demokracisë, lirisë dhe partneritetit me Shtetet e Bashkuara, sepse pikërisht aty rreth zemra e lirisë sonë, tha Osmani sipas njoftimit të presidencës. Takimi mes Osmanit dhe Trumpit u zhvillua në New York, presidentja e falenderoi për, siç tha, interesimin e veçantë që tregoi rreth rolit pazëvendësueshëm të Amerikës në Kosovë në rajonin tonë, si dhe për angazhimin e tij të palodhur për paqe. Osmani po qëndron në New York ku merr pjesë në margjinat e Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Me 23 shtator, me pritjen e organizuar nga presidenti Trump, Osmani u takua dhe me sekretarin amerikan të shtetit Marco Rubio. Sipas presidencës së Kosovës, takimi me Trumpin dhe zonjën e parë Melania Trump ishte planifikuar si një takim protokollar, por u shënduar në një bisedë të gjatë të përmbajtësore. Në Shtetet e Bashkuara po qëndron dhe kryeministri në detyrë Albin Kurti dhe ministra në detyrë e punëve të jashtme të diasporë Donika Gërvalla. Qëndrimi i zyrtarëve në Kosovë të Kosovës në New York vjen në një kohë kur marrëdhëniet mes Kosovës dhe Shtetit Bashkuar pasuan një goditje në fillim të këtij muaji. Washingtoni njoftoi me 12 shtator për pezullimin e dialogut planifikuar strategjik për shkak të ndrimeve të qeverisë në detyrë të Kosovës, që tha se janë rritur tensionet dhe paqëndrueshmëria në vend. Ambasada amerikane në Prishtinë tha se veprimet e qeverisë udhëhequr nga Kurti kanë rritur tensionet dhe paqëndrueshmërinë, duke kufizuar aftësinë e Shtetit të Bashkuar për të punuar në mënyrë produktive me Kosovën mbi prioritete të përbashkëta.